Në Lugin të Preshevës, që 10 vjet asnjë prej tyre nuk u bë polic ani se aplikua në përgjitha konkurset. Luginasit thonë se nëse vazhdon ky avaz, prezenca e tyre shpejt mund të zhduket edhe krejt në këtë organ. Uniformën e policisë të Serbisë prej një dekade se veshi kur as një shqiptar i ri. Jo pse s'shfaqi interesim, por sepse u diskriminua në për konkurse. Kjo ndodhi hiq më larg se vitin që shkoi, ku nga 44 polica u kërkua në rajonin e Vranjes, asnjë nga sa aplikuan prej Presheve e Bujanoci nuk u pranua. Polici i fundit shqiptari punësuar në komunën e Bujanocit, pra në stacionin policor në Bujanoc, është në vitin 2016. Kemi 10 vite nga koha kur shqiptari fundit është punësuar atje. Hiq më mirë situata nuk është as në Medvegjë. Nga 22 polic sa ishin në 2025-ën, gjithsej një i vetmi nuk ishte shqiptar. Për mos përfshirjen e tyre u deklarua të mërkurën ministri i punëve të brendshme të Serbisë Ivica Dačić. E dini si është puna, ashtu edhe kur janë në pyetje tjera të pakica kombëtare, ne publikisht i therasim të gjithë të aplikojnë në konkurs, edhe për polici, edhe për njësim për situatat e jashtëzakonshme. Është në interesin tonë që policia dhe zjarfikësit të kenë përfaqësuesit e komunitetit, por natyrisht duhet të lajmërohen në konkurs dhe t'i kalojnë testet të sigurisë dhe natyrisht duhet të dinë serbishtën, procedura që i kalojnë që të gjithë. Një pengesë tjetër me cilën thuhet se arsyetohet ministria është zotimi i gjuhës serbe. Por kjo lidhet edhe me mungesën e mundësive për të përdorur dhe mësuar në jetën e përditshme, si dhe me mungesën e programeve mbështetëse. Ne besojmë se institucionet duhet të ofrojnë më shumë mundësi për mësimin e gjuhës serbe. Shqetësimi tjetër i ngritur është edhe çështja e pensionimit të policëve atje. Kështu si ka nisur, luginasit dyshojnë se mund të zhduket krejt prezenca e shqiptarëve në këtë organ. Duke marrë parasysh që integrimi kolektiv i shqiptarëve në këtë institucion ka ndodhur pas luftës UÇPMB-s dhe marrëveshjes së nënshkruar në atë kohë, kemi të bëjmë me një gjenerat policës të cilës së paku për 4-5 vitet e ardhshme në mënyrë kolektive do të ikin në pension, dhe kjo nuk kupton që stacioni policor në Bujanoc rrezikon të mbetet me një numër simbolik të përfaqësuar nga shqiptarët dhe nga komuniteti shqiptar të cilët jetojnë këtu. Ndërkohë, në policinë e Kosovës, 50% e numrit të policëve nga radhët e komuniteteve janë serb. Në vazhdim do të flasim për një rast